është shumë e rëndësishme me ditë ata që janë të interesuar me e marë. Për shembull, ka njerëz që shkojnë në gym, edhe ju duhet shumë energji, por harxojnë energji njëkohësisht edhe në punë, edhe mund të ndihen të lodhur. A ndihmon specifikisht tek ta më shumë? Po, normal ndihmon, po vetëm nëse ti e përdor rregullisht. Nëse ti sot përdor e po thu, jo, hajt sot pritoj, nesër s'pe marr, hajt se e marr ditën tjetër, jo, duhet më përdor rregullisht. Nëse ti veç e përdor 1 muaj, 2 muaj, ti efektin ki me vrejt për javës parë që veç ki fillu me përdor këtë produkt. Ama normal preferohet kohë pak më e gjatë. A ka ndonjë pauzë që rekomandohet, Agnes? Po, pas çdo përdorimi të suplementeve, normal preferohet një pauzë shkurt kohore, shembull mundesh me pauzu 1 muaj, pastaj nëse veç ki nevojë po ta lyp trupi atë ashtu, po e fillon e përdor prapë. Veç duhet me cek që gjatë përdorimit të kësaj duhet pak me ul pak përdorimin e kafes, edhe pse kjo nuk është që ka shumë miligram të kafeinës, po për çdo rast ata persona që konsumojnë shumë duhet me ndal pak, jo me përdor në atë mënyrë që e kanë përdor më herët. Në fakt edhe përmbajtja e këtij tableti, Agnes, tregon sakt misionin që personat të cilët pinë shumë kafe e kanë zgjidhjen të ndalin kafen, sepse ata e pinë për një arsye. Nuk është që është thjesht një produkt i pëlqyer, e marrin për me ja dalë me kry obligimet e veta. Sepse kafeina ka një afat shkurt të ngritjes së energjisë, që e the edhe pak më herët. Po, duke pas parasysh efektet anësore gjatë konsumimit të tepërt të kafeinës çka ndodh. Në këtë rast mjafton vetëm një tabletë imperium edhe është në rregull. Mirë, e kemi edhe një kategori tjetër të njerëzve që thonë, po unë sun rri pa kafe. Nuk e kanë obligim me ndal kafen, apo? Jo, nuk mund me ndal, vetëm që dëshira për me konsumu kafe i ullet. Po. Nuk është dëshira njëjtë, shembull pi kafen me mëngjes në drekë, mas dite në darkë. Jo, e ke pi imperiumin është një kafe 2 gjatë ditës, më me pi prap, se dëshira është më ulët për me përdor kafeinë. Po, kjo është suplement dhe nuk mund të ketë efekte anësore. Jo, absolut, efekte anësore, jo, përveç se ata personat që i ceka që nuk kanë drejt me i përdor, nëse nuk konsultohen me mjeku, grashta zona, nona, gjithanë se fëmijët dhe personat që kanë problem me zemër ose që kanë ndalu me kafeinën prej doktorave. Po, në këtë rast pa konsultu me ta, jo, për ndryshe pjesa tjetër, punëtorët e sektorëve që udhtojnë, adhe në rrugë gjata, studentat, posaçërisht, punëtorët intelektual. Të gjithë mund ta përdorin. Të gjithë mund me përdor, pra çdo takimi ose çdo mëngjes ka një tabletë.